Riorganizimi në sistemin penitenciar ka nisur me njëherë pas emërimit të Adriatic Kupit në krye të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, duke sjellë ndryshime në drejtimin e disa institucioneve të ekzekutivit të vendimeve penale në vend. Në burgun e Fushkrujës është ndërhyrë në zinxhirin drejtues, ku është liruar nga detyra drejtori Apostol Luca. Në vend të tij është emëruar Erviz Dedej, i cili ka një eksperiencë gjatë në sistemin e burgjeve. Po ashtu, në funksionin e shefit të policisë është vendosur kryekomisari Fatjon Sadikaj me mbi 2 dekada përvojë në policinë e burgjeve. Ndryshime janë bërë edhe në institucionin e ekzekutivit të vendimeve penale në Durrës, ku drejtimin e ka marrë Serian Mazreku, me eksperiencë në administratë dhe në fushën ligjore. Ndërkohë, detyra e shefit të policisë është besuar kryekomisarit Florian Masha, i cili vjen me një karrierë të gjatë në policinë e shtetit. Sipas autoriteteve, këto lëvizje synojnë forcimin e përgjegjshmërisë në drejtimin e institucioneve, rritjen e kontrollit të brendshëm dhe vendosjen e standardeve më të larta në funksionimin e sistemit penitenciar në përputhje me kërkesat për siguri dhe menaxhimin më efikas.